Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Luanit. Të bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është shenja e tokës. Kjo letër në fakt është ky mesazh flet për stabilitet, për qëndrim dhe kontroll të energjisë personale. Kjo është një periudhë ku Luanit i kërkohet të ulë ritmin e jashtëm, i kërkohet të forcoj bazat e mbrëmshme që të mund të veprojë me qëllim dhe jo me impuls. Kjo letër në fakt flet për balancën mes forcës dhe durimit. Nuk është moment për të bërë, apo nuk është koha për të bërë shumë lëvizje apo për të kërkuar rezultatet e menjëhershme. Është moment për të kultivuar qëndrueshmërinë, për të sistemuar punët dhe për të ndërtuar një themel të fortë për projektet që ke në mendje, të dashur Luan. Në praktik, në fakt, kjo letër nënkupton menaxho mirë energjinë, mos shpërnda veten në shumë drejtime, por përqendrohu në një qëllim konkret. Kujdes me trupin, shëndetin, kërkohet rutinë dhe disiplinë në mënyrën si ushqehesh, pushon dhe si punon. Mos u nxit nga krahasimet ose konkurenca. Forca jote vjen nga stabiliteti, jo nga shpejtësia. Në punë apo financa, bëj zgjidhje të kujdesshme, të dashur Luan, jo të nxituara. Çdo vendim duhet të ketë bazë reale. Nëse arrin të gjesh këtë ekuilibër, javët që vijnë do të sjellin rezultate të prekshme. Diçka që ka qenë në ndërtim për një kohë të gjatë mund të fillojë të jap frutet e para. Por nëse le veten të ndikohesh nga egoja apo nxitimi, mund të shpërdorësh energjinë në drejtime që nuk japin asnjë gjë konkrete. Kjo është pra një periudhë për qetësi të fortë, për të mbjellë me kujdes, të dashur Luan, dhe për të mos e prishur procesin me ngutë. Në thelb, mesazhi praktik për Luanin është: qëndro i rrënjosur, menaxho energjinë dhe puno me durim. Frutet e qëndrueshme nuk rriten me nxitim, por dalë nga dalë, të dashur Luan.